Një vit më parë, 4 parti shqiptare u bën bashkë në Maqedoninë e Veriut. Bashkimi i tyre themeloi koalicionin Vlen, i cili fitoi 13 mandate. Një muaj më pas, koalicioni shqiptar u bë partner në qeverinë e re të udhëhequr nga lideri i VMRO-DPMNE-s, Kristian Mickovski. Por ende pa u bërë një vit nga formimi i saj, njëra nga partitë shqiptare braktisi koalicionin qeveresës. Bëhet fjalë për aleancën për shqiptarët të Arben Taravarit. Këtë largim të ngutshëm po e konsideron kryetari i Kuvendit në Maqedoninë e Veriut, Afrim Gashi. Unë respektoj vendimin e çdo parti politike, ka të drejtë autonome të merr vendime dhe të artikulon interesin e vet. Si politikan mendoj që ka qenë më mirë që të mbetet ai koalicion, të shkojnë në zgjedhje lokale, të vazhdohet edhe një vit edhe 2 vite me punë intensive dhe pastaj në mandati tjetër, nëse rezultatet nuk kanë qenë, nuk do të ishin të kënaqshme, pastaj mund edhe të vendosnim ndryshe, por mendoj që kjo gjas dhe kjo mundësi që na dhanë shqiptarët e Maqedonisë për të bërë ndryshimin, duhet të shfrytëzohet maksimalisht. Në një intervistë për TVN, Gashi ka zbuluar hapat e radhës të 3 partive shqiptare të këtij koalicioni. Ne tash si 3 parti jemi duke shkuar si drejt homogenizimit dhe formimit një partie, Vleni do të funksionojë më si një subjekt politik dhe mendoj që kjo do të arrit sigurinë të votuesit dhe do të arrit besimin se ndryshimet më të mëdha do vinë. Themeluesi i Partisë Shqiptare Alternativa ka thënë se Maqedonia e Veriut mbetet shtet mik i Kosovës. Maqedonia e Veriut e ka përkrahur Kosovën në çdo iniciativë, edhe besoj që kjo mbështetje do të vazhdojë të mbetet e tillë, siç e dini. Mbledhja e parë mes 2 qeverive që kemi bërë, qeveria e re e jonë, ka ndodhur pikërisht me Kosovën. E dini se është hap kufiri me një pikë ndalese dhe kredo kjo është brenda një viti. Të arriturat që nuk janë bërë në kaluarën 30 vite, nuk ka pasur këso takime të shpejta dhe të shpeshta mes 2 vendeve tona. Maqedonia e Veriut është një mik shumë e fuqishme e Kosovës. Gashi ka shtuar se do donte që sa më parë të shtetet e konstituar edhe institucionin legjislativ kosovar. Shqiptarët e Maqedonisë duan të mirën e Kosovës, duan që sa më shpejt të themelojnë institucionet, por natyrisht ajo është vullnet tashmë i deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Dëshira jonë do të ishte që të bëhen sa më shpejt. Në fund, Gashi ka muar zëra se koalicioni Vlen po luan rolin në votën e deputetëve të pakicave jo serbe në Kosovë për ta votuar Albulena Haxhiun për postin e kryekuvendares.